Një faqe e re për gjuhën shqipe në Amerikë, programi Shqip-Anglisht në arsimin publik. Së fundim, në disa media të diasporës janë shfaqur shkrime që kanë sjellë paqartësi rreth natyrës së rëndësisë programit të parë dy gjuhësh në Shqip-Anglisht i hapur këtë vit në një shkollë publike në New York. Si iniciatore dhe bashkëautore e këtij programi, ndjej detyrimin të sqaroj disa çështje për publikun e gjerë. Programet e përmendura në disa artikuj të zhvilluar në dekada më parë në shtete si Connecticut nuk kanë qenë programe të mirëfillta dygjuese, por modele mbështetëse të tipit pull-out bilingual ose ESL të krijuar për ndihmuar fëmijët e sapoardhur nga vendet amë të mësonin anglishtën dhe të përshtateshin në shkollat amerikane. Qëllimi i tyre ishte integrimi përmes mësimit të anglishtës, jo zhvillimi paralel i dy gjuhëve dhe kulturave. Ndryshe nga këto, programi i hapur me 25 shtator në Bronx në New York është programi i parë zyrtar dygjuesh Shqip-Anglisht në një shkollë publike amerikane hartuar sipas modelit miratuar nga Departamenti i Arsimit i New Yorkut. Nxënësit mësojnë lëndët akademike në të dyja gjuhët me synimin për të zhvilluar aftësitë plota në shqip dhe në anglisht, duke njohur njëkohësisht edhe kulturën shqiptare dhe atë amerikane. Nxënësit pjesëmarrës nuk janë fëmijë që kanë vështirësi me anglishtën, ata janë lindur e rritur në SBA dhe flasin anglishtën rrjedhshëm. Për ta shqipja nuk është një mjet ndihmës, por një ulëse me rrënjtë të tyre, një aset kulturor intelektual që forcon si individ dygjues dhe qytetar global. Kjo nismë përfaqëson një moment historik për komunitetin shqiptar në diaspora. Ajo e zhvendos gjuhën shqipe në të njëjtin nivel me gjuhë të tjera që tashmë kanë programe dygjuese. Në New York si gjuha kineze, spanjishtja, frëngjishtja, polonishtja e ndonjë tjetër. Pas shumë viteve përpjekjesh dhe shqipja u bë pjesë e mozaikut gjuhësor të shkollave publike amerikane. Për fat keq, disa zëra që nuk kanë qenë pjesë të këtij procesi janë përpjekur të minimizojnë këtë arritje duke i keq interpretuar faktet, por puna e vërtet nuk matet me slogana, jo matet me rezultate të prekshme. Ky program është produkt i bashkëpunimit institucional, i profesionalizmit, i dashurisë për gjuhën shqipe. Kjo është një arritje historike, e ardhmja është shumë gjuhëshe.